Nëse luhet ndeshje futbolli mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës e Shqipërisë, pa asnjë dilemë shqiptarët e vendit do të bëjnë tifo për shtetin e ri të Kosovës dhe shtetin shqiptar. Edhe nëse luan Maqedonia e Veriut me ndonjë shtet tjetër, shumica e madhe e shqiptarëve do të bëjnë tifo kundër vendit të tyre, natyrisht me kushtin që kundërshtar të mos jetë Serbia, Rusia, Bielorusia ose ndonjë shtet tjetër që nuk i ka punët mirë historikisht me shqiptarët, Greqia për shembull. Kur luajnë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, futbollistët shqiptar të vendit qëndrojnë stoik kur intonohen të dy himnet, ndërsa atë kombëtar shqiptar e këndojnë nëse jo zëshëm me zemër po, sigurt. E himnet me zemër këndohen. Qytetarët shqiptar nuk ka dilemë se me shumë krenari e gjithë shpirt i këndojnë flamurit me shqiponj. Shqiptarët është e vërtet se shprehin jo lojalitet ndaj shtetit të tyre për shkak të sjelljes diskriminuese sistematike institucionale dekada me radhë, vetëm se kanë pasur përkatësi tjetër etnike nga populli Maqedonas. Refuzimi kolektiv me ngulm politik që i bëhet shtetit është rezultati i faktit që himni por edhe flamuri i shtetit ku jetojnë, ndërsa në analizën e kaluar siç pam edhe stema nuk shprehin dhe nuk reflektojnë asnjë element apo veçori që i takon historisë apo identitetit etnokulturor shqiptar. Nuk përmbajnë asgjë që thekson kontributin shqiptar për shtetëndërtimin e Maqedonisë së Veriut. Se himni shtetëror është i papëlqyeshëm për shqiptarët, dëshmojnë reagimet përbashkuese para disa muajve të qytetarëve shqiptar, por edhe të politikës, ndaj idesë së ministres së Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, që nxënësit e shkollave të mesme në çdo fillim dhe përfundim të vitit shkollor, por edhe në kremtimin e patronateve të shkollave të intonojnë himnin. Edhe po të miratohej ky ligj, do të ishte i pa zbatueshëm. Himni shtetëror me titull Sot mbi Maqedoninë lind është shkruar në vitin 1941, ndërsa pas luftës së dytë botërore u bë himn shtetëror. Sot mbi Maqedoninë lind, dielli i ri i lirisë, maqedonasit luftojnë për të drejtat e veta. Sërish po valvitet flamuri mbi Republikën e Krushevës, Goce Delçev, Pituguli, Damegurev, Sandanski. Malet maqedonase këndojnë këngë të reja, lajme të reja, Maqedonia e lirë jeton. Jam plotësisht i sigurt se shumica prej jush as që e keni dëgjuar dhe as që e dini tekstin e himnit, madje as shumica e politikanëve, deputetëve, ministrave, zyrtarëve të shtetit, pasi këtë himn nuk e ndjeni si tuajnë. Kjo pasi është etnocentrik dhe jo koheziv, nuk është përfshirës, por ekskluziv, pasi ai flet dhe ngrit në piedestal vetëm luftën e maqedonasve etnik për çlirim e shtetësi, ndërsa mohon përpjekjet historike të shqiptarëve që ky shtet të bëhet, si në luftën e dytë, por edhe më pas në komunizëm. E themi këtë pasi himni i miratuar pas luftës së dytë u rimiratua edhe pas pavarësimit të vendit në vitin 1991. Natyrisht se u miratua pa pëlqimin e deputetëve shqiptar pasi Partia e Prosperitetit Demokratik dhe Partia Demokratike Popullore ishin kundër. Himni nuk u ndryshua as pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese që buruan nga marrëveshja e dakorduar e Ohrit, por as pas luftës së vitit 2001, spektri politik shqiptar, qoftë në koalicion me VMRO-DPMN, qoftë me LSDM, nuk ka arritur të ndryshojnë konceptin etnonacional të shtetit në kuptimin simbolik. Kur doli ideja për ndryshimin e stemës së shtetit, partneri shqiptar në qeveri, koalicioni Vlen, propozoi që stema të aprovohet në pako me himnin, duke propozuar një himn pa tekst ose me dy tekste, njëri për shqiptarët e tjetri për maqedonasit. Por reagimet historike ndaj këtyre ideve dëshmojnë se pala maqedonase, si duket, e ka shumë të vështirë ta kuptojë se himni as si tekst e as si melodi nuk ndjehet nga shqiptarët. Kur i dëgjoi Mickovski propozimet shqiptare për stemën, tha se nuk e ka pasur seriozisht që të hap debatin politik dhe shoqëror për ndryshimin e këtij simboli, por thjesht është të përgjigjur në një pyetje gazetareske. Nëse vjen një i huaj dhe i analizon simbolet e shtetit,
por edhe përmendoret dhe statujat në Shkup konkludon se ky është shtet etnik i Maqedonasve e jo shumë etnik e shumë kulturor në të cilin shqiptarët janë faktor i rëndësishëm. Kur e sheh kryqin e madh nga lart, konkludon se bëhet fjalë për shtet i krishterë apo ortodoks dhe jo shtet shumë fetar. Ngjajshëm sistema dhe himni, edhe flamuri shtetëror nuk ka asnjë veçori shqiptare. Flamuri i parë i vendit u miratuar në vitin 1992, ndërsa në të qëndronte dielli me 16 reze i njohur si Vergina, që është simboli i Maqedonasve antik apo i mbretërisë së Maqedonisë së vjetër të Lekës së Madh në vitet 336-332 para erës son. Pas kërkesës së Greqisë, e cila konsideronte se njësoj si emri i shtetit, edhe flamuri historik i Maqedonasve antik nuk i përket shtetit të ri të Maqedonisë së sotme, vendi u detyrua të aprovoj flamurin e ri, i cili përbëhet nga një diell me 8 reze, të cilin në formë pejorative shpesh e quajnë shqiptarët ventilator. Edhe ky simbol refuzohet nga shqiptarët. Në dasma, shkolla e mitingje parazgjedhore nuk bën vaki të përdoret. Ai kombëtar nuk bën vaki të harohet, njësoj si edhe festimi 28 nëntorit, ditës së flamurit, pasi shqiptarët janë të rrallë që flamurin e shtetit e kanë edhe simbol etnik. Pak e hiç janë shqiptarët që 8 shtatorin, ditën e shpalljes së pavarësisë së shtetit, e ndjejnë si ditë feste shtetërore. E ndjejnë vetëm si ditë jo pune, pasi përveç shumë bojkoteve kolektive, kanë bojkotuar edhe referendumin për pavarësinë e shtetit në vitin 1991, pasi në atë kohë lihej mundësia që shteti i ri të bashkangjitet në një aleanca apo federate të shteteve sovrane të ish Federatës Jugoslave. Prandaj, nuk janë të rralla rastet kur etnonacionalistët Maqedonas u thonë shqiptarve, ja ku e keni Shqipërinë, shkoni atje, ndërsa në MMD u thonë, keni shtetin tuaj. Nuk është lehtë të jesh shqiptar në Maqedoninë e Veriut, përkundrazi, është jashtëzakonisht sfidë e madhe.